Ja kur i kthyem live në këtë pjesën e tretë të fan klubit, ku janë bashkuar studios ton dy nga të eliminuarit e kësaj javës, që janë Biserlo dhe Rizarta. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në fan klub. Faleminderit. Olo nuk mund ta kishim këtë javë, kështu që kemi, po do të jetë në vijim, Do jetë duke parë ëndra. Ju të dy do jetë. Mundsi. Ashtu thua Ronaldo. Po, patjetër. Po, shumë. Mirë, Rizarta, ti je cilësuar si një nga vajzat më të edukuara të këtij edicioni. Si mund ta përshkruaje ti rrugtimin tënd në një fjalë? Faleminderit njëri nga ti. Si fillim doja ta nisja me një falënderim për formatin, për Big Brother dhe për Top Channel, për mundësinë që më dha. Ishte vërtet një eksperiencë unike dhe paharrueshme. Më bëhet qefi që jam vlerësuar të paktën për edukatën. Gjithë qëllimi i rrugtimit tim ka qenë të tregoj veten në të gjitha dimensionet e mia, të tregoj pozitivitet, qetësi, durim, intelekt, edukatë dhe më bëhet qefi që ja pas kam arritur. Atëherë, në fillim është parë një afrimitet, është aluduar se mund kishte një pëlqim kundrejt Gjesit, duke parë afrimitetin në fillim, ndoshta ndonjë shikim, mëtej raporti është shkëputur. Ka ndodhur nga ana jote apo siç the edhe mbrëm mund na sqarosh, domethënë është shkëputur Gjesi nga ty apo je shkëputur ti nga ai siç the edhe në pramin e mbrëmshëm? Afrimiteti ka qenë shoqëror. Unë që në momentin që kam hyrë në shtëpi jam munduar të afroj me të gjithë banorët. Nisur nga fakti që nuk e kisha ndjekur formatin që nga fillimi, e kisha ndjekur shumë përciptazi, doja të dija vërtet se si ishin banorët, që të dija se ku janë qëndrimet e mia. Afrimiteti me Gjesin ka qenë shoqëror, unë e kam thënë gjithmonë. U interpretua në mënyrën që u interpretua. Mendoj që gjithçka ka ndodhur nga fjalia që unë kam thënë në dhomën e rrethimit, që nëse më jepet një lojë, unë do luaj. Por do luaja në mënyrën time. Asnjëherë nuk ka qenë qëllimi im që të hyja midis Seglit dhe Gjestit dhe mendoj që kjo pastaj stepja ime dhe ndalimi i Gjës që pas situatës së krevatit nuk e vazhdova më afrimitetin me Gjestin, pikërisht për faktin se nuk doja që të dukej që qëllimi ishte që të përçaja çiftin. Biserlo, flasim pak edhe për ty, një banor që ka lënë një shenjë aty brenda dhe se për pak kohë. Dhe shumë kanë komentuar që ti ke imituar pak lojën e Gjesit. Si i përgjigjesh kësaj? Atëherë, si fillim përshëndetje, së dyti, nëse Biserlo kategorizohet që ka imituar lojën e Gjesit, atëherë publikisht mund të themi që Biserlo nuk ka qenë në Big Brother. Të kopjosh lojën e Gjesit është të luash lojëra lagje, unë nuk mendoj se e kam bërë. Kopjosh lojën e Gjesit është të ngacmosh njerëzit fizikisht dhe t'i përplasësh shpulla surratit, unë duart si kam përdorur. Të kopjosh lojën e Gjesit është të përdorësh 5 fjalë, unë kam pasur një fjalor me vete, kështu që nëse një lojë të ashpër ama, okej, nuk flasim për duart, paralelizuar, atëherë qenë kam unë i verbër edhe i shurdhët dhe u gjykoka kështu, dakord jemi. Ama atletët sot i ke veshur një lloj si Gjesti, se ka dhe një para I kam pas bler para Gjestit, kështu që mund të themi që mi ka kopjuar Gjesti mua. Po ku të patju, ai ka 5 muaj në Big Brother, ku ti pa atletë? Jo, Gjesti ka qenë 2013 në Big Brother për atë punë, po mund të ketë parë në vende të tjera. Biserlo të quajnë pikërisht shumë me një pseudonim dhe shpeshherë të është përdorur edhe brenda shtëpisë, pse nuk përdor emrin tënd dhe ndoshta nga jashtë është parë edhe si një turp nga identiteti, mund të themi, është parë, ka pas disa komente të tilla. Pse të pëlqen të thërritesh Biserlo? Pse ky pseudonim? Atëherë, nëse do kisha pak më shumë energji, do qeshja tani me këtë, po nuk kam shumë që jam zgjuar. Le të qeshim, se dhe ne komentet e publikut komentojmë, nuk është se nuk do e bëja unë nga mendja ime. Një të qeshur, patjetër. Atëherë ne në Big Brotherat e Shqipërisë tonë kemi parë edhe njerëz që quhen në bazë të orës, AM dhe PM. Kemi këtë vit Kellin, që e ka emrin Florian. Nëse të kesh një emër arti është të kesh frikë nga emri jot i pasaportës, atëherë pas kam frikë. Qa mund të shtoj tjetër? Po pse është ky pseudonimi jut?
Nuk është pseudonim, është emri im artistik që e kam shpjeguar në çdo intervistë të mundshme që jam ftuar, gjithsesi këtu jemi le të njihemi. Jam Adriatika Elami. A mund të bëj një ndërhyrje? Patjetër. Ja, një sekond tash ta kisha shpjeguar dhe këtu që kam shpjeguar. Jo, patjetër. Po pse ta kalojmë audiencën në intervistat e tjera kur mund ta shpjegoj dhe këtu. Po them që Viserlo vjen nga Lover Loser, unë e kam shpjeguar, e kam dhe në biografin time në website-in timviserlo.com. Okej, me qenë se e ke shpjeguar. Ronaldo më thuaj. Unë mendoj që Viserlo ka pasur është problem të artikuloj ndjes, asi personale, ka pasur një merit në këtë Big Brother, sepse duhet thënë që Viserlo do ta kenë kujtuar që je ndër të pakët banorë të rinj që u fut në Big Brother dhe pas një jave fan klubi të dedikon një minutash të saktuar. Çfarë do thotë që fan klubi merret me ngjarjet më dinamike në shtëpi dhe unë mendoj që po të kishe vazhduar ashtu do kishe qenë i suksesshëm. Thënë kjo, kam përshtypjen që ti dole pastaj në origjinë dhe origjina jote është që ti je empatik dhe ke një zemër të mirë dhe nuk e vazhdove dot këtë rolin. Mendoj që roli jot në Big Brother, thon ndryshe, ishe pak Eglaceno dhe pak Gjesti. Pra doje t'i zije vendin pak Gjestit. As pak. Një sekond kam një kundërshtim me diçka që nise. Në këtë aspekt nuk ja dole, por thash si banor ke meritat e tua. Kam një kundërshtim me këtë që nise. Vlen për të përmendur që ne ishim 20 banor, ndoshta në javën e parë, duke qenë që hyra vrullshëm siç e ceke pak. Dhe nuk ishte mund të kem qenë lajm, por kjo s'do të thotë që pas javës parë unë nuk vazhdova të njëjtën lojë, kam vazhduar të njëjtën lojë, por në 20 banor duhesh të shpërndar pak fokusi vërtet. Kështu që nuk është se unë nuk sfumova, thjesht fokusi është shpërndar. Dhe merresh pastaj me vezët e gjithë. Po mirë, opinioni yt. Të dëgjojmë pak edhe opinionin e Rizartës, meqenëse se ishte një shtëpi me ty. Si e ke parë ti lojën e Viserlos? Atëherë, mendojnë që jam sfumuar me që ke qenë aty brenda, apo që kamera është shpërndar në fokuse, se normalisht ishim 20 banor. Po janë në sfikimin pasaj që s'më kapi kamera. Kemi qenë 20 banor, në marrë vetëm me mua tani. Kameramanës do kapin ato që fejnë gjumë. Lojën e Viserlos e kam parë vërtet shumë të vrullshme në fillim, si të gjithë e kemi interpretuar. Nuk kam kundërshtime me empati. Të vrullshme po thoja? Të vrullshme, dinamike. E nisi shumë vrullshëm që në fillim dhe shumë fuqishëm, me shpatë në dorë, ja kam thënë dhe brenda. Nuk kam asnjë gjë kundërshtuese ndaj empatisë që Viserlo ka treguar aty. Ndoshta duhet ta kishte treguar më pak që qëndrimet që të mbante të ishin më të forta dhe mbase kjo e ka penalizuar. Problemi i lojës së Viserlos në mendimin tim ishin ofendimet dhe banalitetet. Dhe unë e kam shprehur gjithmonë këtë dhe atje brenda. Ishte vërtet shumë Rizarta, për shembull, ku i shikoje ti këto ofendimet e mëdha që e ka fjalën për fjalën Laskaroj dhe Lashtati. Jo vetëm ajo. Nuk i kishin lexuar. Jo vetëm ajo. Unë mendoj kështu.